Një dy mungesa kënë të rëndësishme. Po çfarë ndodhi bre Lëndrim? Për 103 dita ju bë pjesë e çdo familje shqiptare. Me energjinë dhe karakterin e treguar qysh në Big, rrugtimi i Lëndrimit kaloi në një tjetër stad. E siç pritej, pas kësaj aventure, fituesi i Big Brother VIP Kosova 4 nuk i zhgënjeu pritshmëritë e fansave. Mbrëm përmes një feste private, Lëndrimi lansoi EP-n El Divo, një projekt me 5 këngë të punuara me shumë përkushtim. Ky hap nuk ishte thjesht një fillim, por siç u shpreh vet, vazhdimi një ëndër fëmirie, atëherë kur jeta e tij ishte krejt ndryshe nga kjo e sotmja. Detaj interesant, në festë nuk mungoi as veshja ikonike e finales së formatit. Atmosfera nisi të nxehtë që herët, teksa nëna dhe motrat ishin ndër të parat që mbërritën. Mes emocioneve të natës e morën protagonistin për të na zbuluar gjithçka rreth El Divo. Lëndrim kënaqësi tepër e madhe, nuk na ra shumë na normale prej intervistës fundit të shkurtër, po kësa here në eventin tënë. Nga eventi tajnës në eventin tënë, një moment i rëndësishëm për karrierën tonë, një punë që ka nis prej kur Bigu, I guess, edhe ko një pyetje shumë e shpesht. Lëndrim, kur ma këngë të reja, Lëndrim, me çka po vjen, kur, besoj, përkundër stresit, pavarësisht që është stres në veti, besoj edhe që kjo pyetja kur, pse, o konë diçka që t'ka shtu ma shumë stres në këtë projekt që po e kurorëzo me sukses sonte. Peks. Jo, normal që është kom pak stres për shkak që nuk desha m'ju tregu njerëzve pa pru diçka, edhe kur thesha po vjen, thjesht më ishin që adin jo m'ka jau shtiu ose se m'ka bëj kur gjo, po thjesht premtime jo të realizueshme, kështu që ma në fund u bo, shqyqyr Zotit, se tash kena për çka me fol, kështu që është tepër nice, kena punu tepër shumë edhe pse prej si jom dalë pi Bigut, nuk kom mujt me punu, po tregona shumë i sinqert, për shkak se nuk e kom pas një menaxhment, nuk kom pas kur gjogati, dhe mu ka dash krejt prej zeros, mas pari me gjithë menaxhmentin, ma ndej këtu punt që i ka gjithë se cili person edhe paketa personale, kështu që mu i fundit o kon intenzivisht full projekte edhe punë, do me thonë për një mu i kena bo videoklipet, i kena shku tekstet, krejt do me thonë qka po shini, eventi, everything ka ndodhë për një muj, kështu që u kom pak e lodhshme, po besoj që ja ka vlejt. Po në komemet me pyetjet e EP-ja, po dorën zemër diçka jeta personale për mene, që atë kalon mrapa jeta personale që më paska ik mu këto kohë? Jo, shumë mire ta juve si u i kur gjo, po thjesht hallet o vlad, gjithë se cili kena hallet dherë të probleme, kështu që, po jo na i sen, kështu, e kom shiu tepër shumë, u shkon pak dinamike, ka një herë mund dash kemi jari kujtu vete se për një me ka ndodhë gjithë sen shumë shpejt, Bigu atë presionin e vetë, hypin e vetë, emocionet e veta, knej ballafaqimi me realitetin, edhe pse u konë paper nice, po prap normal dënë ko mu rikariku dhe me rikthyat energjin. El Divo, shumë gjetje, shumë interesant ideja kujna u konë qysh erdhe, po pëse u konë brainstorming apo konë e momentit për dikojt? Jo, El Divo realisht në momentin që ka dalë ai klipi, sa më konë mrena në Big në Brazil, El Divo, prej që aty do me thonë ka metën pa të qytej për shtu si nov, kështu që pa të atonë momentin që kom e bo diçka, ose kongë, se EP nuk e kena pas plan me bo, ka ndodhë gjithë sen shumë shpejt, shqyqyr Zotit, se me një e di që s'ishin knaq njerës, kështu që për shtaj kena bo 5 copa, kështu që ka ndodhë, do me thonë prej mrena në Big, që aty jom inspiru, El Divo më pelqejke si nov, më prezenton kështu gëgja, edhe thash, why not? Do me thonë teja paske qitë pikën, qysh heret këtë pjesë? Jo, kena pas shumë kështu ideja, po në fund vendosëm krejt bashkë që El Divo nashta është ajo që përshtatet mas shumë të. Cila kun pjesa mas fiduse e krejt saj pune të ngjeshun në kohë shumë shpejt, po me një produktivitet madhe me një rezultat mirë? Pjesa mas fiduse o kon Gjumi. E di që mundet me t'inglu pak kështu absurde. Me sa orë gjumë të kaloni pia? Me të drejtën me gjumë jëmë të pas problem prej si kom dalë prej Bigut, kështu që tash o kon intensiv dinamik shumë e madhe edhe ka herë s'disha kryt ku e kam, kështu që gjumi o kon problemi kryesor, për ndryshe pjesa tjetër kështu procedura e realizimit janë sen që unë e shijoj mas shumë ti, do me thonë ashtë edhe mas shumë se kur të qes kongën, e shijoj komplet procedurën, jo, veç gjumi diçka kështu tjetër së shkon që kena hek, najsa.
Mi do si mi vrasht edhe për këngë, po a kina një kështu pak ma favorite nga 5 shajbis? Po, favorite e kom after party, bre. Se? E kom favorite after party se nashta është edhe ma babyn, se thirsti first, e ka ngu ma heret. E kom ma përqef after party për shkak se është një lëndrim që dëshysh nashta keni mujtë me prejt, after party është shumë Dua Lip. E ka qatë vibe, do me thonë është diçka që unë e synoj në tardhmen më fokusu ma shumë të qaj zhandër, edhe se di në momentin që lëshon ta hap një bot vetën edhe t'i veqe shijon, kështu që after party është one of my favorites, edhe Falma. Falma është mix i Marijes me prek, jo mënu me bo diçka të ngjajshme, kështu që edhe Falma është one of my favorites. Tona janë të mira, tona janë super bangers, nuk më dash me pru diçka për vera, din ma balad, ose diçka ma jo ritmike, tana janë super bangers. Tash, kjo pjesë është shumë e rëndësishme për një artist kur e teston një projekt para se me lëshu paraprakisht. A e ki këtë shprehin që e teston për njerëz rreth i ngushtë, kush janë ata që tingojnë, thonë dush me bo diçka ndryshe, shto mos e prek është super? Përpara nuk e kum pas zakon mjau tregu se zakonisht kujdo që ja kallëzojsha kongën, nështë që ja kongë mas shumë t'i dheske, krit ma bëjshin bajat. Nështë isha na dilemen që a me qita mos me qit. Po kote fundit, po shëshnin, kondo që më vike mbanes, se që kena dal hej kum bo diçka, ose kur ishim kera din, ja u testojsha reagimet e kështu, kështu që njerëzve mas shumë t'ju ka pëlqy, bona sera. Okej, të shohem. Tash këni me po edhe ju, amo do me thonë komplimentet ma të mirat i kom marrë për bona serën. Pjesa e komenteve për artista ndryshëm, për dikon mundet me lurol, për dikon mundet edhe mos me lurol. Rikthimi u konë shumë i komentum, shumë i pëlqym, edhe shumë me zhurmë me projektin që e lansohet parin me videoklip. Ideja është që një pjesë për tyne nashta kanë thonë mos lëndrimi, e përmene Dua Lipën, mos lëndrimi po dënë mu bo pak gest, a ke pa qitë komente dhe qka i thu që ti komenti? Normalisht që i shok të sene, jo lëndrimi, për ndryshë shumë respekt për gestin, është një artist shumë i talentum. Nuk kena shumë senet përbashkë, aje po menoj është komplet në shta stil tjetër, na element aty këto, apo den që mundet me ndodhë, po jo, nuk... Sorry. Na fajnë. Pjesa e bashkëpunimeve është diçka që kanë artistat, plane, afat mesme gjithmonë për projekte. EP-ja po lansohet, çka presim prej lëndrimit, Alba Festivali më do këtë na gjendë është një, edhe çka presim këtë verë? Nuk kisha pas qef me zbulu shumë, po përveç EP-s ka me pas edhe gjana tjera të bukura. Yes, s'kena më nalë veç me EP, për qëta kena punu, për qëta jena kun qatë periudën pak ma jo aktiv, që me mujtë me sjell sene, diçka që njerëzve kam ju pëlqy shumë, po besoj. Për ndryshe pat shumë njerëz, normalisht jom të i prit edhe këta të Big Brotherit, po besoj që s'kelon shumë paftesa, garant veç labë në të regjën se ke thirë. Bravo. Tjerë kam pas, ha? Shumica i kam ftesat. Të ftuarit po shtoheshin. Dolce, protagonistë e videoklipit My Baby, erdhi shoqëruar nga mikesha e saj e ngushtë, producentja Ulsa Muhameti, si dhe Gjeneta. Niko Qiri mbrëmjesisht i afërt me gjithë. Për befasin ton, aty takuam edhe Lelen, një rast që natyrisht nuk duhej humbur. Për intervistës të fundit që pat marrë shumë vëmendje kur na hapi dyrë të shtëpisë, është tjera po që po të shoh, me kënë erdhe mas pari. Jo marrë vetë, Okej. apo jo mirë që jo marrë vetë, jom shumë happy. Mirë ballë. Për sa i përket pjesës së lëndrimit, fituesi i Big Brother mas sezonit të juj, sa e ke përcjell mrena edhe sa janë gol muzikën jashtë. Fakta kom përcjell lëndrimin prej ditës së parë, vazhdoj me përcjell, edhe krejt kohë, prej kur jom kom, kur ashtë të mrena në Big, deri më tash ja kom dëgju. Bukur shumë. Për ndryshe ti mirë po dokesh. Shumë mirë, faleminderit. Ke qitë shumë punë, të këshy refleksionet e syzav, qa të ndodhë diçka, një tali kur po shkon po i trazën portale, vetë edhe në Gjermani. Ane dhe ti gazetari e që të punë e ki, jo sa nuk po shkën e tali pak të familja, pushimet. Intervistën e fundit ke thonë jom single, a vlen as vlen? Ishto, a jemi. Tani. Bash momentin e dur për ty ndërhyjtje.
Sa ke pyetja? Pyetja ke, a Blena i përgjigja intervistës fundit bashkë je single ajo? Është Arlen. Me rëndësi e lumtur, a? Shumë e lumtur. A kina plan të shku në Gjermani së shpejti ajo? Gjërë që s'ka punë ju, me që bëni punë do që punë. Si a jem rami e sonte? Lere shumë. Sasa, Hygerta, Dolce Anisa si dhe Alisa Morimin. Të gjithë u mblodhën për ta mbështetur lëndrimin në këtë moment të shënuar të karrierës së tij. Më thonë, kur të shoh spikati për larkë se energjia jote e rrezaton, normalisht nuk e pasi me mungu në një moment të shënum të lëndrimit, që ke pas po gjadost edhe mrena bikut, a? Po edhe jam shumë e lumtur që jam sonte një prej disave që ka përgjedhë lëndrimi me qenë në suksesin e tij, me cilin ju kam gëzuar shumë faktit që ëndra ati do bëhet realitet edhe albumi i tij i parë veç është lansuar. Po besoj konga që është lansuar është një prej kongësh e kim playlist që dëgjon lokal ose në makina, për haj lokal i renovuar by the way. Faleminderit të të marrë dhe atje me po për hajër. Po unë e kom një viç kongën after party të lëndrimit dhe besoj që sonte kemi mundësin me një kongë tjera. Erdhe shoqëruar nga Hygerta edhe mika ime ngushtë e uta prej Amerikës. Unë e prita mos po vjen e shoqëruar nga Klodi dhe Eli se kam bo banesën tonë stacion Kurlina Neka, regioni Gjakovës. A vinas vinë sonda da? Nuk e di, Hygerta këtu, mundet marrë Hygerta, edhe janë për njerëzve që me të vërtet kanë dhe raporte të mira, përveç Klodit, lëndrimit, Hygertës, Elit, edhe Ibon mos të harroj se kam po gjadost. Për ndryshe me këta digut, sa po ki kontakt për pos Hygertës? Kam kontakt mirë edhe me kushtrimin edhe me Labinot Haxhiun, kam kontakt. Sa ko para neve ke ditë dhe kër e nëzërëm nga videon që kushtrimi është bashkë me Aurorën, a ke majtë sekretin e kuptove kër u kuptu? E po majtë sekretin normal për çdo janë shokë të ngushtë. Qaj foli me qiftin, qaj urove qiftin, qaj urove kushtrimi dhe Aurorës? Alo, kur që kom thonë sonte që kam i postu në para në Instagram, mi u po për hajrë lidhjen. Këna që sonte Sasa, këna qisi gjithmonë. Këna qisi gjithmonë. Faleminderit. Gjithmonë kam pasur besim tek ai si artist. Gjithmonë ja kam dashur shpirtin e artistit edhe kur jemi që brenda, vërtet brenda ka qenë një person i afërt, kemi patur edhe për plasje, po ajo ishte loja, sigurisht që do ndodhin ndaj gjëra të tilla. E rëndësishme është që pasi kemi dalë, ne ruam një respekt edhe një, si ta them, një pozitivitet shumë të madh për njëri tjetrin. Dhe unë patjetër që nuk mund t'i thoja kur jo, edhe pse në fakt ishte pak e vështirë për ta ardhur sepse për 2 ditë filloi një emision për botrorin, kështu që Aty doja dilja tash. kemi prova, kemi gjëra, por mora leje patjetër për qenë e pranishme sepse nuk mund ta humbja kurse zezë. Një ikonë e ekranit, një ikonë e emisioneve sportive, këtë doja të pyesja si pyetje, tash do të shohim diku 5 javë rresht thuaj se çdo natë, a kjo është angazhimi më i afërt i Hygertës? Po e vërtet, të ejnden në ora 22:45 në RTS fillon emisioni Netët e Botrorit në RTS, së bashku me kolegun tim do të jemi çdo ditë aty, çdo natë në fakt, deri në orët e vona për të sjellë çdo gjë rreth Botrorit. Jemi munduar dhe kemi konceptuar një emision të shkurtër, të këndshëm, të lezetshëm, sepse sigurisht ne nuk kemi ekskluzivitetin, pra konkurenca është e fortë. Megjithatë unë jam besim plot që doja dalim që të thithim audiencën, sepse gjithmonë në RTS, për sa i përket sportit, kemi bërë gjithmonë emisione profesionale. Sigurisht nuk mund të mungojë sot tek lëndrimi, a? Absolutisht jo. Unë isha në plazh, në jug, edhe erdha posafat normal, nuk mund të mungoja. Na ku do qoftë që t'ishte eventi, unë do vija, për patjetër. Për lëndrimin kjo është edhe më shumë. Është një person që edhe gjatë Big Brotherit i ke pas shumë për zemër, a? Unë e kam pas shumë për zemër dhe do ta kem gjithmonë. Pavarësisht që ato rrethanat që na ndodhen për mua e kam në zemër, është djalë shumë i mirë dhe ju uroj vetëm suksese. Ashtu siç kemi folë brenda në Big, ka ndodhur edhe vetëm më të mira do t'i.
Ky është vetëm fillimi. Edhe jam I bindur që është vetëm fillimi, për ndryshe shumë njerëz kanë dashur me të pa më shumë nëpër intervista, kanë dashur me të pa. Mirë, po është një vendim që ke marrë ti për sa I përket periudhës post-bigut, a? Po, është një vendim që unë kam marrë të mos dal në intervista ose why? Të flasim për të njëjta gjëra. S'ka gjë, le të flasim tjerë për mua. Veç një vend ku po bën intervista është pjesa e questions and answers në Instagram. Preferoj më shumë të bëj atë. Shumë mirë aty edhe. Të kem kontakt me shumë njerëz të më bëjnë pyetje e ti kthej një përgjigje shumë e sinqertë. Edhe aty kuptova që do të kur dikush më vjen dhe më pyet ta si program. Preferoj të më pyes publiku sinqeritetin e tij edhe unë t'ia kthej në të më njohin ashtu. Jo të vete unë në një program dhe ta hapem, no. Kurse kam bërë 3 muaj big, nuk mund ta bëj në një. Edhe në Instagram e kuptova që do që është e dashuruar në këto momente që ndron apo jo, a kam kuptuar gabim? E dashuruar ja. Sa po u bë? Aq. Shijoje. Faleminderit shumë shijoje mbrëmje. Ju uroj një punë të mbarë. Faleminderit shumë, dorën zemër nuk ju bërit atë eventin lëndrimit se thash çfarë jeni në zonë të marru shtëpinë, nuk ju del rëm për event, a? Jo, vetë isha puna, është I dashur edhe ardhëm këtu. Direkt. Ju jeni kon vetë Big Brother, e përcjellni Big Brother me sa mundi si format, besoj keni pa lojën e lëndrimit mrena, çysh ju ka pëlqyer si personazh? Gjithçysh neve na ka pëlqyer prej fillimit, edhe kena suportuar deri në fund, edhe ja ku është. Dhe kam merituar fitoren plotësisht. Kongët e IP-s, çysh ju dokën kongët e IP-s? Top që ta qenë ato I ngu ka ta dole, amo top. Çdo një ona shumë e mirë. Po besoj Alice keni pas playlist, a? Gjithmonë, unë jam shumë in për senet të reja, më pëlqejnë shumë senet të reja, kështu që gjithçysh si të artistat e ri pidu shumë se kanë një vibe shumë ma happy, shumë ma të mirë. E gjithashtu edhe lëndrime. Ndryshe për më këthyte jo viral, aktiv me bashkëpunime konstant në rrjetet sociale, nuk ka që është vendosë ndryshe, që kjo puna e shtëpis, apo I bjen që po është vendosë në Kosova jo. Jetë e këshyrë urimin, po mdo këtë urimit I takon me vendosa. A jeni me një menje? Urim? Jetë pare të kena deklarume. Qështë I keni planet? Gjithçysh në Shtevina, po besoj që jena edhe atje edhe këtu, se e kemi familjen gjithashtu atje, kështu që e këshyrëm që është na bje ma mirë, apo si Kosovë nuk ka, kështu që. Plane për me bëha luni me motorës e plak, a jo, a njëherë pauz. Nuk I dijet, ama gjithçysh të ardhmen. Nashtë të këmarruar shtëpia. Që jeni mbrëmjen sonte si gjithmonë kënaqësi me juve. Kënaqësi edhe me juve gjithashtu. Anis transit e për e madhe nuk bëjtë me mungu në eventin e lëndrimit, a? Jo, s'ka bo, me mungu e kena për qepe. A ke po në Big Brother edhe sot pëlqen muzikën e tia, kim playlist? Po, ku po Big Brother më pëlqen shumë, është një artist shumë cute edhe energjinë e ka shumë të mirë. Ku përcjell edhe Big Brother, në prej favorita fëmi, muzika e tij pëlqen I kam të kam playlist. Jo krejt po do I kam favorite. A ka në gjatë në bune bashkëpunim më rëntartmen? Si dijes, nuk I dijet se është nashta. Që e mbrëmjen sonte. Faleminderit shumë, kënaqeni, ju dua privi. Por dikush thehu rregullat. Benita e shoqëruar nga 2 truproja I njëroi dress kodin e zi të eventit, duke tërhequr vëmendjen me një fustan të bardhë. Do me thonë, do këtë Benita në gjyrën e bardhë e ka favorite, kur krejt e kanë kodin e veshje Z, Benita nuk ka këtë veshje se thënë në rregull, edhe vjen në eventin privat të lëndrimit bardhë. Pse? Angel, trending që benki I ka rregullat, për mu rregullat nuk ka. O do kështë tepër bukur, me tjera është komentu shumë, edhe na jena mirë dhe në privet, a I vetë asta ju me këtë pjesë, vendimi jotë për me jek do filera, po besoj që me çdo ditë që po kalon, njerëz po thonë që është seni I dur që ke po. Faktikisht po nuk është që jam diku prej komenteve ose çka do kohë, thjesht jam di rehat dhe po pat arsyeshme për me I largu. Dhe thash pse jo, abden, e nisë me fillera si pa fillera, po nesër me mutek me I boj prapë, domethënë nuk ka që jam diku prej njerëzve se edhe me kanë perfekt njerëzit kanë
me gjetë prapë diçka edhe kanë me të paragjuar. Vërtet. Për sa i përket lëndrimit në eventin privat lëndrimit, çka do që ndodhi ulje ngritje mbrana Big Brother, kimia dhe energjia juaj me gjas, po mbijeton si shoqëri, ha? Qëre me lëndrimin është shumë interesant që kena kalu mbrana Bigut, për ime edhe kur jena për lë, mas 5 minuta jena për qëf, e kena pas një raport shumë interesant edhe të mirë, a me lëndrimin kom qatë me pas shumë nalë se meriton sinqerisht. A ju ka afru në raport shoqëror kjo periudha e kohëve të fundit, jashtë Bigut, pa kamera, pa reality? Po na ka afru, kena dalë, po nuk që edhe kena pas shumë kohë se në obligime, a i në obligime, po jena në kontakt vazhdimisht. A ti ka që konti i pis para praktisht ajo, a i ke nguti para se mingu sonte? Normal. Edhe cila është përshtypja për konti i pis? Valla, perfekt. Definitivisht lëndrimi këtë album e ka bo në mënyrën perfekte, edhe po përse që kanë me jetë super. Super. Po foljum pak edhe për ty e për projekte tua, jom të prit që sa Bugatti byshin, a është afer ajo? E ceka edhe me një intervjist tjetër, ndoshta Benki nis pak makadek, projekte po, Benki vjen me Bugatti. Kështu që Bugatti duhet të arë shumë shpejt, është edhe një bashkëpunim tjetër me një artist shumë famshëm. Kështu që prit the Angel. Ka jeta privata, apo në sen ajo? Nisa një sigur në e ribashkim nuk ka për tjera sot veç? Jo, ribashkim e s'ka, Benita që ato që më fundon, më nuk bashkohet më fundon. Si ja jem rabin sonë të po shkelqen? Faleminderit të tuan. Nga një natë e tillë nuk mund të mos mungonte një fjalim rasti nga vetë artisti. Një fion 5 punë, po mos mendoni që ka me përfundu kjo vej me 5 punë, ka me pasur një shumë jam shumë falenderus, gjithë shka po mdoket, ma në fund është ka ndodhë, edhe nuk jom konë kur ma për ondrave të mija dhe për këtë sen du me falenderu komplet ekipin e intermedies që e kam botë mundur edhe që e kam besu lëndrimin, si në shma ma mirë me thonë lëndrimin e vogël, nëndrat e lëndrimit, edhe që e kam botë mundur me ndodhë qdo sen ka të shpejt. Që që falderit shumë që keni arqë përse që një të knaqë, shijone, knaqë në nuk përdi qa me thonë tjetër, spotet i keni të kjo Roma këto, mundeni me i pa gjithë se cili, edhe e di që spotin e dalë që kam i pëlqy ma shumë të. 5 videoklipet u prezentuan në një formë mjaft unike, duke u dhënë mundësi të pranishmëve t'i shijoni në maksimum. Ndërkohë syt na kapën edhe kushtrimin i cili u shfaq për herë të parë publikisht për krah bukuroshës Aurorë. Hatri ndaj neve nuk i kishte mbetur. Pak nuk desha amë të folë ajo, amë të nga me thonë një sen. Unë jam gazetar që 10 vjetë, edhe kur qes lojme që njerëzve si pëlqenjë, e përre se kanë mundësim telefon mas 5 minutave, nuk e ke po këtë sen. Nashta, kjo është arsyeja që unë jam kantor që 17 vjetë, edhe normalisht e këtë punën tonë ma mirë se nashta plët vjetë, kështu që te veç amnin e Angel se kështë e veç animatreqë. Në eventin e lëndrimit, një event privat, qysh të do këtë qka, atë për qynë konti i pisë. është hera e parë që këtona me një event ka që interesant, do me thonë nuk është një event klishe i promovimit një EP ose albumi. Lëndrimi ka alzu vetën për fillimit që është një gjoj shumë kreative dhe normalisht edhe prezentimi i kongve ti ka me thonë dhe për kreative. Për me dojtë pak të tjede dhe përtua, po që shumë teper aktiv, sezoni i gospave dhe i koncertet ka me thonë këtë e ndjeshuna, kom përtu sakë që do, kom informacion sakë për ty. Do Maroko jam më bënë që me jam si intervista tu për ti të është muzika në shut, është era e parë që me provoj, edhe u bashkë me vërtit që të qysh, po për ndryshon jam të e vazhdu punën tem, mas mirin vot, mas mirin ahere, me mromi edhe me dorësma, edhe fajmë deri këtë atyre që po ma besojnë punën tem. Ta është dorën zamër, neve nuk na ikun informacionet, po kur na erë qaj momenti në zonë klub, ta është mire pas kam shefa, sa kohë më shefët ju, kur nisi të qka me ste Aurorës, se nuk e kuptova sakë. E ta është këto,
vjen pikë pyetja e profesionalizmit, domethënë kush është më profesionist se tjetri. Kështu që po më mirë që e keni kuptuar mas ka 3 muaj. Bravo! Qysh po ecë për ndryshe, pjesa personale? Mirë, perfekte që shka. Domethënë kur ma mirë, kur ma i lumtur të mkon, edhe besoj që njëjtë është në pionës tjetër. E kom përshtypjen që ke pas fat me partnerën se nuk më duket hiç posesive, se për një këngëtar, për një bukuror si ti, zakonisht po besoj që lidhet ke pas pak toksike dhe posesive. A është rasti Aurorës ajo? Nuk është era e parë që mjetë komplimente, ama a di shka, fillojnë atë pjesën ma herët, po vazhdojnë me këto trejat. Me rëndësi të më thonë, edhe me profesionet e i mirë për këtë pjesë. Që shka është regull, mas mirë në botë, do më thonë me bo më ankum, bronë zotit. Për sa i përket projekteve, qa mund të më nga zbëllu diçka, a kime pas projekte të reja? Po e kom qitë një Coming Soon që kom arë shumë shvet, dhe që kom prit pak dhe kryen shledhet e muhabetet, që pak vazhdojna me punë e pangal. Ma herët e pas pasën, a ka buni për hajrë Sasa lidhjen ajo? Sasa nga ka bo foto. Edhe se tja nga ka qitë halo ajo, biletuna me këshyra, a e ka lëshet pilterin e mirë për ma qitë. Hajde për hajrë, jo jem ramin sonë të knaci kur shumë. Hajde shumë, ka dhe në bukur edhe jo. Festa vazhdoi me ritëm të lartë edhe për disa orë, por ne e përmbyllëm mbrëmjen ashtu siç e nisëm me lëndrimin. Dhe sigurisht nuk mund të rrinim pa e pyetur për ata që munguan. Po e përmbyll një event shumë të rëndësishëm për karrierën tonë. Unë e pash që është ju në krejt se cilën kam të IP-s, këtë premier, po besoj more shumë feedback. Cili kena është komenti më i mirë që e more? Valaj, komplimenti që matë shumë të metin ty është, inshallah një ditë kena përpacu në Eurovisioni. Kështu që, why not? Kosova nuk është antare i BIUS hala, po a kime prit Kosova kur bëhet, a base për Shqipnin me garu? Valaj, nuk të mbjet mu. Dhe s'ku të më qeni. Shqipni. Ndryshe pa te për shumë njerës, pa te për shumë mes tjera është edhe Big Big Brotherit. Tash një dy mungesa kënë të rëndësishme. Edhe unë i brejta. A u shgënjeve? Kom pas qëtë me konë shumë këto, se normal, ju në konë njerës ma ta për të mrena në big, nuk e di nuk kom pas kontakt me ta, pesa ti kam planu, po s'ko di nashta jënë të angazhu, mi kuptojnë fundite se këtojt njerës jënë mesin e komrojnë kulmin e punëve të tyne, edhe për mu është ndirë për të këta që ka nërë, po edhe ata që s'ka nërë të kuptojnë. Po normal që kësha pas jetë me konë pjesë e kësaj mbromjes. Përse edhe shumë fazë të kam pas që mi u pas, se treshja, u kone pandashme, qa ndodhi për e Lëndrim? Kur gjoman, si kur krejt qëshni që e kanë tani keq kuptim, mos marrëveshje edhe jona, which is so normal me na, jo shumë okej, shumë normale. Mos pas ka dram? Jo, I am anti-dram, I love them, inshallah veç mirë, një për ta dhe ja u dëshiroj ma të mirat. Edhe unë të dëshiroj ma të mirat ty, bravo për punën, bravo për gjithë ka sonë do të knaqë shumë. Faleminderit, taj një knoq? Të vrit e vishte për shumë. Faleminderit shumë që një kom pjesë edhe shihemi në projektet e radhës. Këngët tashmë ndodhen në të gjitha platformat online. Juve ju mbetet i bëni play dhe të shihoni El Divon.